Green Half Marathon, një event që ka për qëllim promovimin e shëndetit, edukimit fizik dhe mbrojtjes së mjedisit, do të zhvillohet në qytet me pjesëmarrjen e mbi 500 vrapuese nga shtete të ndryshme. Ky vit shënon gjithashtu edicionin e dytë të mini maratonës për nxënësit e shkollave. Ky event është organizuar në bashkëpunim me Drejtorinë Arsimore të Beratit, Bashkinë Berat dhe mësuesit e edukimit fizik dhe ka si qëllim jo vetëm promovimin e aktiviteteve fizike të të rinj, por gjithashtu mbështetje për turizmin dhe gjelbërimin e qytetit. Më shumë se 250 fëmijë nga 20 shkolla të ndryshme, publike dhe private, do të garojnë këtë vit, duke përfshirë shkolla 9-vjeçare dhe gjimnaze. Pjesëmarrësit do të garojnë në grupe të ndryshme moshash dhe do të kenë mundësinë të tregojnë talentet dhe aftësitë e tyre atletike. Atëherë, më quhem Miguel Laçaj, jam mësues i edukimit fizik dhe drejtuesi i rrjetit profesional në lendën e edukimit fizik, sport dhe shëndet në Drejtorinë Arsimore Berat. Kjo është një event që zhvillohet për disa të herë, Half Marathon Green Berat, e cila zhvillohet me pjesëmarrjen e mbi 500 vrapuesve nga gjithë bota, të cilët sjellin një impakt shumë të madh në qytetin tonë. Është viti i dytë i cili që zhvillohet mini maratona e nxënësve të shkollave, prandaj dhe neve jemi të organizuar tani, siç e shikoni këtu gjithë së bashku, me gjithë mësuesit e edukimit fizik, bashkëpunimi me Drejtorinë Arsimore dhe me Bashkinë Berat. Është një mini maraton me një itinerar të shkurtër, por më tepër se sa një garë, kjo është një masivitet që duhet të jepet dhe bashkëpunimit që të kenë fëmijët me njëri tjetrin dhe impaktit që duhet të kenë ata me mjedisin në Bashkinë e Beratit. Sepse kjo vetë nga emri Green Half Marathon është për gjelbërimin dhe për impaktin që duhet të ketë turizmi në qytetin tonë. Besoj se do shkojë një garë shumë e mirë dhe nesër ftoj gjithë qytetarët Berata si të dalin në shesh dhe të shikojnë maratonën e madhe me atletët nga gjithë bota. Shumë faleminderit. Përshëndetje, jam Emal Fatani nga shkolla Drita e Dijes. Jam përsëri pjesëmarrës i maratonës. Mirëmëngjes të gjithëve. Shumë e lumtur që e shoh sheshin plot me nxënës, të cilët dëshmojnë jo vetëm angazhimin maksimal të mësuesve të edukimit fizik, por edhe mbështetjen e prindërve të tyre. Të dashur nxënës, ne sot do flatojmë për dy kauza shumë të rëndësishme. Sigurisht, secili prej jush ka një kauzë të vetën. Dikush prej jush mund vrakoj për dashurinë për prindrit, për dashurinë për mësuesit, për kujdesin për gjyshrin, por kauza e rëndësishme që ju sot do të vrakoni janë për mjedisin e qytetit, duke dëshmuar dhe respektuar kulturën mjedisore gjithëpërfshirëse. Ju do të vrakoni sot për qytetin, për promovimin e tij, sepse qyteti më i miri në vend ju takon juve dhe ju do ta jetoni më gjatë atë. Të dashur nxënës, dhe një porosi të fundit, tregoni kujdes kur të takoni. Kujdes për vete, kujdes dhe respekt për shokun që jeni në krah. Kujdes porosin që ju ka dhënë mësuesit tuaj e edukimit fizik. Shumë suksese dhe fitore! Secili prej ju të rëshqitues! Shumë faleminderit doja Buhuri dhe me qëra fjalë tek mësuesit e edukimit fizik ne vërtetojmë një legjendar e mirëpresme të kontrollit e zotit, Manjush Xhamo. Dalin në shesh dhe të mbështesin atletët dhe nxënësit e pjesëmarrësit në këtë ngjarje të bukur, duke bërë kështu një hap të rëndësishëm për zhvillimin e mëtejshëm të sportit dhe turizmit në Berat.